Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u rikthyet në një episod tjetër të Future On Podcast. Sot do të flasim për një temë po aq bukur, por ndonjëherë edhe problematike. Do të flasim për arredimin dhe mobilimin e shtëpisë, që aq sa e bukur është kur e mobilon, kur e vesh shtëpinë, si thua, aq problematike është se kush do i marrë vendimet se çfarë do përdori apo çfarë do vendosi. Dhe për zgjidhur këto problematike kanë menduar arkitektët, për shmangur sherret dhe për të bërë zgjedhje më të mirë. Si gjithmonë, në këtë podcast jam me Enxhi Mancakun, përshëndetje Enxhi, blogger e Future On Durrësi, dhe jemi me të ftuar Klodian Xhexhi, është shefi i departamentit të arkitekturës dhe inxhinierisë tek Universiteti Polis, gjithashtu arkitekt dhe interior design. Përshëndetje Klodian dhe mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Jemi gjithashtu me Ilda Karança, arkitekte tek Studio Arkitekturore Dara. Përshëndetje Ilda dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Dhe gjithashtu Egrid Amado, agjente imobiliare tek Future On Durrësi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Le ta fillojmë normalisht nga fillimet, si e kemi nisur. Ilda, nuk e di nëse ti mund të na thuash si ka qenë fillimi. Para shumë vitesh që ti je gjendur dhe ke zgjedhur të bësh arkitektur. Po, para gati ta them 23 vitesh. 23 vite. Po. Më pëlqeu fjala shumë. Nuk është se ishte fjalë e njohur. Po, se ka qenë si fjalë huaj në atë kohë. Nuk ka qenë fjalë e njohur, nuk ekzistin shpesh. I mat ka qenë inxhinier ndërtimi dhe deri diku isha në një rreth që edhe përmendej, po kur thuaj arkitekt, bën arkitekturë dhe ishte kështu. Bëhem pallate. Po. Ishte shumë jargon. Ishte akoma i koncepti ustaj. Po. Por kur u futa pastaj dhe pash kërkova programin, i matë përqafoi si gjë edhe e stimuloi. Kërkova programin dhe më pëlqeu sepse përmbante të vizatuarit, pjesën inxhinierike që unë e shija tek ai teknografi me radhë. Edhe evoloi dhe unë domethënë para aq shumë vitesh, vitet e para të fakultetit nuk kanë qenë as me kompjuter. Shumë interesante kjo gjë. Si bonit parë projekte, se tani kemi AutoCAD-in, ka lloj soi programesh, po atëherë si bonit? Atëherë me një teknograf të madh, me një gjë në shpinë kështu, që unë merra atë në këmbë nga shtëpia deri në fakultet. Dëshirë e madhe shumë se ishte një gjë ndryshe. Dhe teknografi, lapsi, rapidi, të gjitha me dorë, o zot, bëje një vit gabim. Se ishte edhe sedra brenda që do ta bëje bukur. Përpos ides të merrte kohë edhe pjesa e realizimit bukur të gjës. Po arkitektura është një profesion që o e do, nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka alternativa. Ja, këtu ngjajmë në profesion. Kështu që është pasion vete, është dashurim vete jete. Po mirë, po të kthehemi sepse më pëlqeu shumë kur them më përpara 20 e ca vitesh, thye fjalën arkitektur, mendoje pallat, bëje pallat. Tani paktën po flas nga syri jashtëm, jo i brendshëm i profesionit. Thuash fjalën arkitektur, mendon direkt arredimin e shtëpisë. Po. Si ka evolu ky profesion? Është gama që kur them tani arkitekturë, unë them për shembull komplekse, objekte të larta, kulla. Po ka gamën e vet. Dhe sigurisht edhe nukleu shumë i rëndësishëm. Domethënë, objektet e mëdha me shkallë të mëdha, shumë herë më gjigante se sa vetë dimensioni i njeriu, por shumë i rëndësishëm edhe vendi ku njeriu përjeton veten e vet në korin, në bërthamën e vet, që është shtëpia. Dhe me thënë drejtën, arkitektura pasion, por në të gjitha nivelet e saj, patjetër edhe në nivelin e shtëpisë, në nivelin e të bërit bukur, të bërit arkitektur, edhe në ambientet e brendshme, qoftë edhe në një ambient 3x3, pse jo? Patjetër, falënderuese dhe me impenjim shumë të madh. Sepse po që nukli i mirë, po që po dha energjinë e mirë pozitive dhe domethënë ta bëj këtë në vazhdimsinë e vet, reflektohet në karakter të gjithë ne. Kush nuk e do të bukurën? Patjetër. E ta preki, e ta jetoj. Kështu që çfarë pëlqejnë klientët sot? Çfarë zgjellin? Nëse mund të flasësh pak për trendet, ideja, çfarë po kërkohet më së shumti, po. Para njëra jam shumë e lumtur të them që zgjedhin arkitektin. Kjo është shumë e rëndësishme. Të thënë është jashtëzakonisht e rëndësishme që është bërë ky hap, ky evoluim në mendësi, dhe unë kështu vërtet e quaj, sepse nga të bërit pallate kalohet në unë shtëpinë time, dhe ja besoj një profesionisti që ka si thua iden, konceptet, mundësinë, dëshirën patjetër. Se të ndërpresë dhe këtu ngjajmë me profesionin tonë, po. Sa do thoja, nuk thojnë ato. Po si ta besoj, si të paguajun lek arkitekti, unë bëj vet. Ka njëri që e bë më mirë se unë shtëpi. Nuk e njoh shumë më vjen në syre, kupton? Ata që vinë nga ndar mendja. Po ka ndryshuar. Ka dhe që thonë e bëj nga Pinteresti, e bëj vet. Po
Arkitektura është në interier, eksterier kudo është e bukur plus teknik. Kështu që është ana teknike që ty nuk të mjaftojnë vetëm vitet e fakultetit, po duhen vite të tjera, ja besoj Klodi do ma mbështesë, vite të tjera eksperiencë, seminar pas seminari që të arrihet si thua pjekuria qoftë artistike, por e shoqëruar patjetër edhe me pjekurinë teknike, sepse gjërat evoluojnë, dalin gjërat bukura, bëhen në 3D, bëhen në rendera, wow, sa bukur, e shef në Pinterest, po si realizohet? Kështu që nuk është aq e kollajt. Mund të pëlqejë një krevat, po egzagjeroj, se një divan jashtëzakonisht ekstravagant, shumë i bukur, e kam parë, më pëlqen. Nuk ta nxë dera ta fusësh. E kupton? Ose si thua, është divani dhe s'ka asnjë gjë tjetër. Dhe krijon një stil pa stil. Se dhe stilet janë shumë të rëndësishme. Domethënë duhet hecur një çik dhe me stilin, çfarë pëlqen. Hyn në punë pastaj pjesa e Pinterestit apo pjesa e informacionit si që duhet sjellin. Po, si projekt detyrë. Si projekt detyrë. Paka shumë kështu. Po patjetër, shumica njerëzve nuk është se e shohin me syrin e arkitektit siç mund ta shohë Ida apo Klodi. Klodi ti po ashtu ke mbi 20 vite që merresh me këtë profesion apo jo? Po, mbi 20 vite që merrem me këtë profesion. Që pas laureimit tim, diplomimit, direkt e kam filluar, domethënë jam punësuar në një studio nga më prestigjioze të tjera, Studio Enigma të Tiranës. Më pas duke qenë paralelisht edhe pedagog me kohë të pjetshme në Universitetin e Politeknikë të Tiranës. Më pas u punësova, jam punësuar tek një firmë goxha e rëndësishme ndërtimi në Tiranë, gjithashtu punova aty prej 11 vjet. Dhe menjëherë pas shkëputjes nga firma, krijova këtë që unë e quaj sot studion time të arkitekturës, Concept 01 Architecture Studio, e cila ka 4 vjet që funksionon. Eksperjenca ime është gati 20 vjeçare, por do thosha jo vetëm e studios, personalisht, por edhe eksperjenca ime si profesionist i lirë i fushës, sepse kam për post studios, konceptimin e studios, realizimit të saj, kam marrë pjesë në shumë projekte të rëndësishme. Studio ime është e bazuar, është qendra në Shtunë Tiranë, patjetër që po. Funksionon jo më shumë se prej 4 vjetësh. Por projektet kam ndërmarr projekte dhe jam pjesë e projekteve goxha të rëndësishme, qoftë duke filluar nga resorte dhe deri tek interieret, qoftë të vilave apo apartamenteve në Tiranë, dhe jo vetëm, po edhe të themi të ambienteve tjera me funksione ndryshme, multifunksionale, bar, restorante e tjerë. Çfarë të kërkoj klienti? Çfarë jetë e nevojshme? Çfarë jetë e nevojshme? Po. Ka ndonjë vështirësi, ka ndonjë ndarje? Ndarje në ç'kuptim? Kush është më e vështirë për të projektuar? Atëherë, më e vështirë për të projektuar. Nga eksperjenca ime personale, ose kush do më shumë kohë dhe dedikim, ose ndoshta e vështirë për ju s'është, nga eksperjenca ime personale, hoteleria është ajo që do më tepër dedikim, sepse futen një sër faktorësh lojë, futet kompleksiteti, domethënë që do thotë që është shumë më kompleks se një banesë apo një godim banimi. Shumë më kompleks se një restorant apo një bar. Se i ke gjithë shërbimet atë. Gjithë shërbimet, instalimet, domethënë një sër infrastrukture të cilat nuk është e pamundur domethënë të realizohen në një godim banimi, në godina rezidenciale. Kështu që kompleksitetin, në momentin që futet kompleksiteti në lojë, atëherë domethënë godina dhe projekti bëhet më kompleks dhe më i vështirë. Në bët kuptimin tim, hoteli është ai që kam projektuar personalisht, pa folur për spitalin, se edhe spitali ka një impenjim ekstrem të madh, sepse do një uri shumë të mëdha, do të fokusohesh, do të lexosh shumë për çdo element, sidomos nga ana funksionale. Duhet respektuar edhe pjesa ligjeve, normativat etj. Ka shumë komplekse, nuk është e thjeshtë projektosh një spital. Patjetër, e vërtet. Ti the që Concept 01 ka 4 vjet në treg. Po si është për një studio arkitekturor të re që sapo ka nisur, se ka shumë studio apo jo? Po. Si është për një studio të re që të futet në treg dhe të gjej punë, ta themi kështu mirë popullore fare? Okej, domethënë nuk është e thjeshtë, patjetër që po, por duke pasur një background, domethënë personalisht kam zgjedhur të jem pjesë e një studioje paraprakisht. Një pjesë e një studio fillimisht, pastaj një firmë ndërtimi të fuqishme. Më pas janë gjithë to konjunktura që futen lojë, njohjet që ti ke në treg, mënyrën se si ti punon, sa korrekt je, si performon treg, sa i pëlqyerje nga klientët, sa i pëlqyerje nga ambienti që të rrethon, nga kolegët e tjerë. Dhe kështu fillojnë edhe krijohen marrëdhënie.
Gjitha këto flukse derivojnë në një të vetme që është pikërisht ajo që jam unë sot apo studia ime. Super, shumë mirë. Të marrim pak nga që folëm për pjesën e kompleksitetit, vështirësive, pallatet gjitha. Ju patjetër që merrni edhe me kompleksa të mëdha që preke pak ide apo jo. Me zem, keni një projekt ndërtimi 40.000 metra katror ndërtim. Si e menaxhon ju pjesën e apartamenteve dhe çfarë ju kërkon ndërtues? Se për shembull për ne që jemi jashtë, planimetrive, po funksionalitetit gjitha, se kur e shef nga jashtë duke një gjë shumë e vështirë. Kupton si arritën e bën. Ato planimetri që ke kolonën, ke dhoma gjumit punë mes, për shembull, kush i bën këto? Ato janë defekte, ato janë dështim në zgjidhje. Dhe nuk po e përmend fare. Nuk i shesim dot të shtëpia, jo për gjë. Nuk e shaj dot kolegun unë që e ka bërë atë lloj zgjidhje. Jo, gjithë aftësia dhe profesionalizmi aty është që ti do me thonë me gjithë elemente asembluar që janë kolonat, shaftet që janë ato tubat e shkarkimeve, pra venat e trupit, themun. Eksaktësisht venat e trupit dhe skeletit, ti të arish ta vësh pastaj situatën në kontroll, ta kesh situatën në kontroll dhe të nxjerrësh gjitha pritshmëritë që ka investitori që të ka besuar. Duhet patjetër një uri shumë e madhe, do me thonë arkitektura është vërtet shumë komplekse. Dhe ti duhet është si një lojë, si një puzzle që do impenjim, duhet të rish përpara, duhet të rish qetë dhe të bësh prova pafund. Këtu hyrja, dalja, korridori, gjerësia, del nga ascensori, gjerësia e vetë shkallës, rastet ekstreme të zjarit, edhe të rastit të nxjerrit ndonjë personi që ka nevojë për asistencë me barel. Janë shumë të rëndësishme. Praktikohet shumë kjo pjesa e shkallëve të emergjencës. Nuk merret. Shiko, në këto momente që po bëhet projektimi, po bëhen të integruara dhe nëpërmjet të dyerve antizjarr dhe si thua mekanizmave elektrik me sensor, elektronik me sensor, në momentin që detektojnë tymin, arrin të hapen stopraluçe tek pjesa e shkallëve apo në momente të tjera caktuara, në mënyrë që të jepet kohë të bëhet evakuimi nga në për objektet e reja apo përdoret kjo gjë tani. Domethënë është si kusht. Në klasë A, domethënë klasifikohen si mos klasë A, domethënë 2 orë rezistojnë zjarrit. Dhe janë mekanizma dhe është teknologjia që të vjen në ndihmë për këtë. Mbyllen dyert që izolojnë pjesën e shkallëve dhe ashensorit dhe japin kohë pjesës së evakuimit, se nuk është se të vret zjarri, të mbyt tymi. Edhe ose nëse mund të pyesim, si pasojë kujt ka ardhur kjo pjesa, mua personalisht më bë pak përshtypje, të gjithë tualetet tani po bëhen pa dritare. Ka kohë kjo pjesa. Po, prandaj them, ka kohë, po si pasojë kujt. Kjo varet nga spesori i godinës, dimensioni i godinës, thellësia e godinës. Ktu tentohet që spesori i godinës. Po tani gjithandaj vetëm kjo gjë po shikohet. Edhe sikur të ketë hapësirë. Po ta shpjegoj. Gjerësia e godinës do thotë që normativat janë 12, 13, 14, 15 metra. Por këtu ndodh në Shqipëri ndodh edhe 20. Tash kjo hapësira që është pa dritë, që duhet kompensuar, kujt i dedikon, domethënë kujt mund t'ia hash, kujt mund t'ia marrësh. Praktikisht kujt mund t'i dedikohet? I dedikohet vetëm tualetit. Apo depove. Më është logjike të jetë kështu. Në momentin që ti rrit spesorin e godinës, jashtë normativave, që duhet të jetë 14, ti e bën 20 apo 22, atëherë detyrohesh që të integrosh pikërisht nyjet sanitare, pikërisht në zonat më të errta të saj. Ashtu si dhe shkallët ascensor, patjetër. Po. Ose si ka mundësi, po të bëjmë ne një krahasim pallatet e Enverit që quhen ne më përpara. Përveç asaj, po kanë spesorin 12 metra. Ose po themi spesor, çfarë spesori? Gjerësia e objektit. Po të shikosh një ndërtim të pallatit të Enverit, marrim 7 metra katror. Atje ti kishe 2 plus nishe, me korridor, aneks gati të veçuar. Shko sot në ndërtim të ri dhe bleni një 7 metër katror, as 1 plus nishi sa jum nuk del. Se di pse nga ndodh kjo. Sepse aplikohet rregulloria urbanistikës, edhe janë shumë faktorë që rregulloria është tamam rregullator, po nëse në kohën e Enverit, po themi, ishte një institut që projektonte, që ishte instituti i projektimit, i dedikuar Enkas, i krijuar Enkas për këtë gjë, nuk kishte atëre rregullore siç kemi tani. Kishte rregullore, por jo këtë me normativat që kemi ne tani. 1 metër, domethënë sa është lartësia e objektit 5 kate dhe zëm plus 1 metër i bie 6 metra distancë nga kufiri, pronës dhe ca rregulla tjera që
presupozohet që janë për hiezim, diellëzim dhe me radhë, por investitori që vjen në ditët e sotme, thot, unë dua shfrytëzim maksimal të hapësirave brenda rregullorisë urbanistike. Ndërkohë që instituti në kohën e Verit projektonte në bazë të disa normave të tjera. Dhe normat e tjera, një ndër normat ka qenë tualetet me dritë. E kupton? Po se s'ka pasur aspirim atëherë. Dhe atëherë punoi me nukle. Pra nuk kishte gjërësi 20 metra e me radhë, po kishte nukull dhe bashkoheshin brenda nuklit të shkallëve dhe ashensorit. Kjo ka qenë filozofia në mënyrë që të gjitha ambientet të ndriçoheshin. Po përpos kësaj pastaj edhe shkallat ishin me dritë. Edhe shkallat ka qenë me dritë që është luks më vete. Kështu që pra e diktoni çik edhe evoluimi historik. Ka ndryshuar kohë, ta themi. S'është vetëm kjo, po është vetëm edhe ka të bëjë edhe me sipërfaqe të përbashkëta. Edhe faqe të ndërtuar në periudhën e socializmit nuk llogariten pjesë e shkallës, prandaj duket mëdha dhe nuk llogariten ballkonet. Mund të ndani një herë mirë çfarë janë sipërfaqet e përbashkëta. Sipërfaqja që shkel ti, unë, Klodi, të gjithë me radhë për të arritur në shtëpi tona. Depot që ke poshtë, depot e ujit, gjitha këto futen, rampat, gjitha këto futen sipërfaqe. Varet nga sipërfaqja e apartamentit. Po, si është shpërndar në mënyrë progresive në të gjitha. Sa më i madh apartamenti, aq më shumë sipërfaqe të përbashkët. Zakonisht është 10%. Zakonisht është 10%. Po ne po shikojmë deri 20%. Ka shumë sipërfaqe të përbashkëta, 20%. Po ka një kriter të këtyre zakonisht është 70. Ka formulë. Është përqindje 10 deri në 14. Është një formulë që të paktën personalisht mendoj që e bëj, ndarjen mendoj se e bëj formula shumë. Po, domethënë po, nuk është të thënë 10-14 se varet nga sipërfaqet e përbashkëta që ke. Mund të kesh 3 ascensor, mund të kesh 2. Ka një formulë atë. Ka një formula vet. Egrida, duke qenë se po flasim për sipërfaqe, për planimetri ndryshme, cila është ajo planimetri që preferohet më shumë nga klientët e tu apo që ke vënë tjerë edhe nga shitjet që mund të keni të zyra? Për sa i përket, po, paktën nëse flasim për shtëpitë e breakdate-it ose shtëpitë e pushimit, shtëpitë të dyta, normalisht duan 1+1 të rregullta edhe patjetër me balkon. Se shikojmë që ka edhe planimetri 1+1 pa balkon. E duan me patjetër të balkonin. Modifikimet nga apartamenti. Jo, ishte 90 metër katror që stepen shumë të mëdha. Po ato që preferojnë më shumë janë 1+1 e vogla, kubatura të rregullta, edhe këtë patjetër balkon. Sa e mendojnë që është verë, e duan atë balkonin, dalin, pini kafe, cigare. Po për çfarë arsye? Nga që ndoshta don pak lek për ta investuar apo Jo, thjesht e duan balkonin. Jo balkonin, po them për pjesën e sipërfaqeve. Po, domethënë mendoj se shtëpi dyta nuk duan të shpenzojnë shumë sa të marrin. Nëse do i duhet një 2+1, po prap do mendojnë një 2+1 të vogël, jo me sipërfaqe shumë të madhe. Flasim për 2+1 tek 85 metra katror. Ndihmon arrendimit në shitjen e një apartamenti? Po varet, se për shembull tek flasim gjithmonë për breakdate-in. Po, për pjesën e breakdate-it. Do thoja këtë që tek apartamentet që për shembull mund të jenë tek godinat që mund të jenë të sapo përfunduara, nuk e ndan dot me thikë, po përgjithsisht duan që të jenë boshe, sepse vinë me atë idenë që duan ta arrendojnë vet. Po. Edhe ato që në momentin e parë krijojnë atë impaktin që këtu do vej dollapin, këtu do vej këndin, këtu atë, këtu po. Duan ta zgjedhin vetë dhe ta bëjnë vetë sipas mënyrës vet. Jo, është pjesa e bukur e fillimit, pjesa e ndërrimit të gjës. Kush janë stilet që po preferohen, trendet që po preferohen? Për breakdate-in? Jo. Përgjithësi. Punët tuaj. Ngjyrat e ngrohta. Edhe për 2025 po themi, ngjyrat e ngrohta janë goxha se janë safe, janë të sigurta. Po ngjyrat e ngrohta në tonalitete duhen shoqëruar edhe me materiale autentike, tipit linoja, amperde, apo ratani, apo lëkura, apo druri, guri. Po i ekuilibrove. Ne, duhet ta them këtë nuk kam ç'a të bëj, po kanë qenë torrigat, panelet, që ne po i shohim tani në çdo shtëpi. E di si janë bërë si ato kolltuqe që kanë qenë para hy ose bufet që i ka pas çdo shtëpi më përpara. Zakonisht imponohet ritmi. Domethënë ty të duket diçka e bukur kur ka ritëm. Kjo është ajo që është bërë trendi. Dhe dalim ne aty tani agjentë dhe themi investuar e kështu. Pavarësisht se një objekt mund të jetë i shoptuar, në momentin që ti e vendos jep një ritëm të caktuar, ai të pëlqen. Është ritmi është që prandaj edhe këto trendet e reja, domethënë edhe arkitektët shkojnë safe te kjo gjë, sepse krijojnë një ritëm dhe ritëm pëlqejet. Pastaj për të thotë sa e quajnë maramendës. Jo. Mendoj se ke më tepër te fakti që është bërë shumë klisha, është përsëritur shumë se ajo pllaka e bardhë kalakata që ka e kanë në gjithë dimensionet. Duhet gjithmonë
ato Duhet thënë rigat, naf, duhet thënë një naf. pllak televizori në çdo Ok, shtëpi. ok, Po, e ke vëre sa të përdorja në Pinterest këta? E pra, Kemi edhe pas. shkon safe, tani arkitekti, unë mendoj se duhet ketë aq fuqi dhe e ka dhe për detyrë ti imponohet klientit që stop, nuk do bëjmë riga dhe pllakën e bardhë, do bëjmë A ka gjërat e arkitekt fundit. që e thot këtë? Po, unë për çfarë po e them? Ja, pra zgjidhni arkitektët e duhur. Patjetër, në mënyrë absolute, po kemi sfidë me veten neve, çdo projekt që na vjen. Paktën unë po flas për veten, po jam e bindur edhe për Klodin. Është sfidë me veten që ti të bësh diçka tjetër, të bësh diçka tre, ndryshe si do motivohesh dhe ti. Të kalosh veten tënde. Duhet kalosh patjetër, pra e ke në të gjitha format sfidë me veten. Për të bërë një gjë të bukur, për të bërë një gjë ndryshe, për të hulumtuar, për të parë, jo një është krijim. Tjetër gjë që marrin përsipër edhe pjesën teknike që është bonus shumë i madh për atë që na impenjon. Pra, përveç se Po, ne projektet krijojmë. e idesë ju dhe implementoni atë që Bëni atë që zbatimin. bëni zbatimin e saj. Gati e kam kusht pa diskutueshëm. Do e Sepse nuk nisën, do e dua të mbaroj më unë. tjetërsohet, po nuk Jo, dua të më patjetër, tjetërsohet projekti. Po. Është zhvillim, është proces. Po. Procesi duhet ndjekur. Siç e ke pasur ti në mendje, patjetër nuk mund ta implementoj dot dikush tjetër. Po ta kërkon ndihmën edhe marangozi dhe elektricisti dhe me shumë të drejtë bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm. Po, e drejtë. Më radh parë për klientin sepse ai po hedh parat. Dhe patjetër thotë, shiko, unë dua një konsult me arkitektin sepse vërtet ne dorëzojmë projektin dhe gjuha universale e jona ajo është gjuha teknike. Por thash, dalin gjërat rrugës, është proces, është pjesa njerëzore brenda, ndryshon mendim me kalimin e kohës ose del një gjë që ti se kishe parashikuar, Po. gjë që cilën nuk e ndryshon dot, po do përshtatesh. Kush është një buxhet minimal që duhet A, nisemi? Këtë duhet i themi Po. se ka shumë klientë dhe këtu E interesohen. themi, është Ose një buxhet mesatar, le të themi, që Po, shkon për një çfarë arredim 2 sipërfaqe? plus 1 100 metër katror, apo jo janë këto sipërfaqe normale? Kosto e projektimit apo kosto e implementimit? Gjitha bashkë. Oh, gjitha. Po, ose edhe veç, nëse doni të fundemi me detaje, ka më mirë. prego. Okej. Më dështirën të la. S'ka, nuk është. Po më flas në unë, Shiko, pak. këtu ka në pikë parë njëherë ka të bëj, domethënë se sa i madh është apartamenti. Ka apartamente të vegjël, por ka apartamente të mëdhenj. Zakonisht normativat e kostove apo analiza e kostove është pak a shumë mund të jetë pak a shumë njësoj, por duke marrë parasysh apartamente, madhësinë e apartamentit të madh, normalisht që kostot ka një 10% ose 20% ekstra më tepër se sa apartamenti i vogël. Pse e them këtë? Them sepse këtu futen një seri mjandistikash në lojë, duke filluar që nga ajri kondicionimit, elektriku, projekti hidromekanik, etj kështu me radhë, madhësia e apartamentit, po ka një marrësh gabimi, domethënë marrësh gabimi 20% gati sepse apartamenti i madh normalisht ka kosto për post metrave katror, por ka ekstra. Ajo Unë unë po do të ta bësh qoja marrësh tolerancë, se gabim nuk është. Marrësh gabimi në se- raport me apartamentin e vogël, domethënë në këtë kontekst e okay. them. Kështu që mendoj që apartamenti i madh normalisht që ka kosto më të mëdha, duke krahasuar për metra katror se sa apartamenti i vogël. Kjo është ajo që çfarë desha të thosha. Dhe në këtë kontekst mendoj që nëse një apartament, themi 90 metra katror ose 100 metra katror, mund shkoj kosto arredimi tek 30, mos gabohem, domethënë se unë pak a shumë jam dhe me tregun 30-35.000 euro, i arreduar total, ndoshta edhe më tepër. Një apartament i vogël mund shkoj tek 20-25, domethënë diçka e tillë tek 50-60 metra katror, normal. Domethënë flas për një arredim normal me materiale që janë sot në treg. Nëse kërkohet diçka ekstra, luks, pastaj kalon kjo shifër, mund të nganjëherë dhe barazohet me vlerën e apartamentit. Po. Nëse ti vendos, nuk e di, folio d'oro apo materiale të tjera tjera të shtrenjta, interiorin patjetër. Këtu shumë evazive. Po pak a shumë nga eksperjenca ime fola, pak a shumë këtu jemi te këto trende. Sepse po, e drejtë nga eksperienca, sepse edhe një apartament 2+1 apo edhe 1+1 dhe ta mbushësh me elemente stilit klasik, nëse pëlqej, prapë është kthehet në butafori dhe rëndohet atë. Duket si e takruar. Nuk di as ku të lëvizësh vet, pra. Edhe stili duhet ekuilibruar, duhet të cilëson dihet se prona. ku, po, ta imponon se duhet të dihet tani, okay, nëse thua dua patjetër, po në të përgjithshmen e mira është që të jemi si me këmbë tokë edhe në raport me stilin. Pra mos t'i krijojmë vetes si thuash ambiente të cilat janë të panevojshme aq të ngarkuara. Flasim për 2+1 gjithmonë 90 apo 100 metra katror. Pastaj kur dëshirohet ai lloj stili, atëherë i takon prapë arkitektit të jetë ekuilibruar. Po unë mund të them për shembull që në raport me stilin, midis një stili, besoj se vlen si informacion, midis një stili minimalist
Po, që ka filluar preferohet shumë që preferohet shumë ato ngjyrat neutrale me vlerësimin jashmase të hapësirës negative, pozitive është hapësira boshe, dhe në raport me stilin neoklasik apo klasik që duhet, raporti është shumë i madh, mund të themi që shkon deri në edhe 60% të vlerës së vetë apartamentit stilin neoklasik, se ka shumë elemente ekstra. Edhe vetë divani i punuar e zëm nga një tapicier apo dhe i bler pastaj po i futen fare kësaj gjëje, po sikur një person ta bëj, një profesionist ta bëj, të merr tjetër vlerë për atë modernin, minimalistin, dhe tjetër vlerë atë që është kapitone me pulla. Jam shumë dakord me Ildën, por dëshiroj vetëm një gjë të vogël. Më thënë themi që stil minimalist, po ai stili minimalist i shkret, ai ka minimalisti ka ngelur emri, për mua ka një kosto që po bën 2 apartamente sot e Green Valley, po ka një kosto një klient që do me patjetër. Po ai stili minimalist do microcimento. Microcimento ka një kosto 40 euro metri katror. Po ai do një stil, domethënë hark, do një wabi sabi, do një diçka, domethënë më që të kombinohet, domethënë ato të shkreta, flasim kështu stil minimalisht, po kam përshtypjen se qëndrojnë goxha më lart se stilet normal që projektohen në apartamentet sot. Se të ndërhyjë pjesa e materialeve, se prandaj thash është jashtëzakonisht komplekse. Stili minimalist, wabi sabi dhe gjithë këto preferencat e tjera mund të bëhen edhe me mure të lyera, thjesht me ngjyrë. Jo, thjesht me ngjyrë, që mund të ketë një vlerë caktuar, por të vërtetën e vet, stili minimalist e ka që ato pak gjëra që zgjidhen të jenë eklektike, të jenë nga më të mirat, të jenë brende, dhe brendi nuk është për të qenë fancy, po është e ka edhe patjetër dhe për fancy, por ka edhe cilësinë brenda, në mënyrë absolute. Dhe kur ti vë elemente të tillë si stuko që ron jashtëzakonisht shumë, kur dyert i ke filo dhe një ngrasim me një derë normale ka tjetër kosto, kur koltuku, të gjithë elementet e arredimit blihen vërtet shumë të mira, edhe stili minimalist ka atë koston e vet. Pra është stili, jo çmimi. Është stili minimalist, por jo çmimi do thashë. Shiko, për të njëjtin stil, për stilin minimalist, ne mund ta bëjmë te tapicieri, mund ta marrim edhe B&B dhe prap në stil minimalist ngelem madje kopion nga B&B-a dhe koltuku është 2000 dhe jo 20000. Kur koltuk 20.000 euro? Ja, ta them unë këtë do thoja. Një koltuk 20.000 euro. Do bleja këndun për tek shtëpia dhe dolëm kërkuam bashkë burrin të shkoshim. Do themi brende këtu, po ka koltuke ndoshta për post podcastit mund të diskutojmë edhe për brende. Ka dhe më tepër se aq. Janë shumë keq, mos na paragjykoj. Ka çanta 10.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Dhe gjithë qef, ne me ke kokajon kishim lënë një buxhet të konsiderueshëm, domethënë për kënd, do blem një kënd të mirë. Shkum ke këto që marrin, domethënë. Shohim në çmimet aty 28.000 euro kënd. 28.000 euro kënd. Dhe me ul kishim frikë. Mos na marrin lekë për të ulur. Dhe ne kishim gjikon kush i blen këto kështu. Dhe gjithë ato shitësit që po punoshin aty dhe na tregoshin produkte, thoshin ju mos i blen, po nuk je ti për ta bleu tjetër gjë, po që ti duhet të thënë ta prek pak kot sa për ta kuptuar se nëse ne ta kthim pak edhe tek klientët, duke qenë se të lidhim pak edhe pjesën e profesioneve. Nuk e di Grida nëse na tregon dot që kërkesat tona për klientët ku janë më shumë për qera, në fjalë ato marrin një shtëpi luksoze për qera apo zgjedhin dhe ta blejnë. Me çfarë ke hasur ti në për shtëpitë që mund të jenë luksoze, normalisht vetëm për të blerë, sepse mendojnë që qeraja mund të konsumohet, ikën vlera, dëmtohen etj, pra më shumë janë për të blerë apartamentet nëse janë goxha të investuara se sa për të marrë. Po a e vlerësojnë klientët një investim të mirë të bërë në atë shtëpi? Më fjalë, nëse ti shkon aty dhe thua qore, se ti hedhin gjitha poshtë, s'bën për mua. Në këtë shtëpi është hedhur 50.000 euro, 30.000 euro. Nëse ja vën në dukje, po, domethënë nëse ti realisht. Dallon, më fjalë, dalim ke kjo pjesa që cilësia është e dukshme, dallon. Po, nëse ti ja vën në dukje, po, se ti mund edhe të shkosh, të bësh atë prezantimin kështu bazik, po nuk e vure në dukje që ka këtë investim, kaq kjo, është bërë ky punim, pra ti përmbledhësh të gjitha. Besoj se punoni edhe me brende të tipit, për shembull që këtu është bërë kondicionimi dhe un po e them. Po, edhe themi emrin, po. Është emri. Momentin që ka investimin, i përmendim gjitha sepse realisht e ka edhe jo për të rritur vlerën e shtëpisë, po për të thënë atë që është.
Po se i rritet vlera e shtëpisë sepse është një investim. Jo, ti them, jo për t'ja rritur, Për të treguar pak dhe ne më të sinqert dhe më të drejtë dhe me klientët. Po është vlerë e shtuar. Edhe nëse në një apartament, nëse ti ke bërë sistem smart home, ku ti e komandon nga telefoni, ajo është vlerë e shtuar dhe është shumë e rëndësishme të diskutohet me arkitektin edhe kjo pjesa. Çfarë është një blerje e zgjuar që nesër pas nesër nëse o ta shesësh të apartament i rritet vlera dhe jo ti ulet, që të thotë ajo nuk e dua këtë lloj arredimi se nuk më pëlqen. Do bëj timin. Ama kur i thua që ke sistemin smart, ke këtë lloj implantistike, ke pajisjet brende, i arrit vetë se vlerën dhe i rrit jetë gjatësinë. Madje miqtë e mi Ila, para se të blejnë një apartament, shumë prej miqve të mi më marrin mendim për prak. Më është shumë gjë pozitive kjo, domethënë që konsultohen me arkitektin. Një mendim pra prak që ja vlen ta marr ti futim këtë investimin për këtë apartament apo jo. Domethënë na kërkojnë mendim. Mendim na kërkojnë, mua më kërkojnë personalisht. Dhe është drejtë, dhe kanë drejtë. Patjetër se dhe kanë drejtë. Janë smart në lidhje me çështën. Nuk po them vetëm me drejtë atyre, po unë mendoj se është i drejtë si veprim. Në sensin që të kenë akses te një profesionist. Megjithatë unë them dhe këtë, ndoshta të duken vanitoze, po pse jo? Lexohet kur është bërë shtëpia me arkitekt. Lexohet sepse arkitekti pak të flas për vetë. Po jam e bindur edhe me kolegët e mi që e flasë kështu. Mundohemi të bëjmë gjërat ndryshe. Të paktën unë që e kam kaq vite që e kam si profesion, nuk dua të përsëris veten asnjëherë, edhe pse mund vinë klientë thonë, kisha bërë një gjë shumë bukur e pash në Instagram, unë fiks ashtu e dua. Po më nuk ta bëj fiks, ja truri këtu, unë do të bëj një gjë tjetër ty. Ti më bli mendjen mua dhe unë të bëj një gjë ta kesh unike për veten tënde. A është i shtrenjtë një arkitekt sot në treg? Kaq sa thash, duket i shtrenjtë. Ne flasim gjithë ditën, po prap na thonë merrni shumë. Po nuk e di, zemra ime, më thuaj ti. Do mbysje në najër, hajde ta lëshoj një herë këtë lloj vlere që kam 50.000 euro për shtëpinë dhe të mdali ku të mdali. Do ta bëj këtë lloj që ndërkohë që unë të garantoj që ne vlerën tonë e nxjerrim duke ju kursyer juve para. Kohën beso për këtë. Kohën e para, po koha presupozohet që ne do ta faturojmë. Por duke të bërë të zgjedhësh aty 2-3 pika që thash më përpara, duke të dhënë formula edhe gati biznesi për shtëpinë, që edhe mund mos ta shesësh, po dhe të rrish sa më mirë ti në shtëpinë tënde, të ndihesh më rehat, që të ana funksionale. Mos e bëj këtë kështu, hajde ta bëjmë këtë kaq, mos e bli këtë krevat se nuk ta nxë. Po. Që aty ne kemi fituar. A ka klient të vështirë? Domethënë ka një farë deadline, ka edhe një farë mirëkuptimi midis palëve, midis arkitektit edhe klientit. Domethënë un kam tendencën që të ndryshoj, nuk është në një, domethënë tendenca ime është edhe ti përshtatem klientit, po edhe klienti të përshtatet mua. Un e ndryshoj projektin, jo një herë, disa herë. Mund të ndryshoj një projekt disa herë. Por ka gjithmonë një deadline, ka një limit. Është ajo fije që kur trishet nga dy ekranat, nga dy palët, nuk duhet të kputet. Ka pas raste që shkput. Në eksperiencën time. Si në çfarë do lloj në çfarë do. Gjë më normale. Gjë normale është. Un personalisht që përgëzoj vetëm për këto si se në pallatet e reja duan zonën po i shohin që po dalin sipërfaqe të vogla. Po shohin 1+1 që po dalin nga 40 metra katror bruto, që më parë ka një sallon, të paktën çaj më mësuar me shtëpi private. Korridori. Prap mikrofunksionalizmi. Korridorit. Quhet mikrofunksionalizëm. Mikrofunksionalizëm. Dhe seriozisht bravo qoftë se si ja gjeni vendin çdo gjëje në aq pak hapësirë. Është pikërisht mikrofunksionalizmi. Modulimi. Kjo është modulimi, shfrytëzimi i altimetrisë, lartësisë. Kemi shitur në mekanizmat të disa elementeve. Krevatin për shembull, nëse nuk e duke fjetur, e merr e ngre, e vën në mur dhe ke atë hapësirën tënde. Dollapin. Pjesa hapësirë pafund. Tavolina hapen mbyllen. Tavolina që hap mekanizma. Mekanizma. Kemi shitur një 2+1 bulevard të ri dhe ka qenë 67 metra katror neto, 2+1, që ta shohësh bosh atë, thua unë se marr kurr këtë. Dhe ai djali që erdhi e pa tha unë, po e ble, tha vetëm se është e mobiluar. Se ti ishte bosh, unë vetëm e imagjinoj e dia që nuk do e merrja kurr. Ja shikon çfarë ka bërë diferenca e arkitektit, patjetër. Ka ditur ta shfrytëzosh çdo centimetër. Po, se për shembull është kjo që the pjesa krevatit apo dollapi nga sipër apo çfarë lloj gjëje. Po mirë, ju i zgjidhni dhe ju ku do i bëni këto punime? Se për shembull ja marrim rasti konkret, un kam dash vetëm me bën një dollap nga ato që ngrehen që thua. O, mund të shkosh ke 10 vet, thosh zbohet kjo direkt. Po ti thua, po prit mos e kam pas, si më thos, zbohet goca thotë vazhdo. Arkitekti është mitraloz me veshje. Edhe ti thua, mirë ta kanë bërë ty, thua se se me arkitekti. Po bëhet se ç'ke me të. Edhe i tregon rrugën. Do japësh dhe referencën.
Po Nëse ti thua që s'bëhet, atëherë mund të japësh një referencë të shëndetshme nga diku që ke parë. Para se të dalësh konkluzione ose të dalë tjetër konkluzione, po ti si backup jep një referencë për katsë. Ose shko dhe më tutje Ose akoma, shko ja mund të zgjidh zgjidh teknikisht, i shkon me skica, ja shpjegon edhe e bën. Okej, nuk është ideja që klienti duhet të japi zgjidhje arkitektit, por gjithsesi Jo, arkitekti thot më shkon me skica. Po, arkitekti i përgatitet, po. se unë përmenda fjalën armë. Por që arma jon ajo është skica teknike dhe në qoftë ai thotë që nuk e realizoj dot, atëherë është problemi i tij. Gjithmonë prandaj thash që arkitektura është saç është art, aq edhe është teknik. Pra nuk mos ta ngeli në letër, duhet ta implementojmë dhe nuk mund ta fusim veten në qorë sokake, në rrugica pa krye. Unë jap një zgjidhje, po duke e ditur se si do më materializohet. Prandaj po them që me arkitektin kursen shumë realisht, nerva, kohë dhe arrin atë që do. Ku është një pikë që mund të lidhen ose ndërlidhen pak profesionet tona, një agent imobiliar që shet shtëpia dhe një arkitekt që ja redon. Po ato të lidhura ja mendoj. Normal që janë të lidhura. Së pari herë si ke pjesa e profesionit të tipit Jo, ne duhet të marrim vlerësimit si profesion dhe vlerësimit të mundit, kohës dhe punës tonë. Unë mendoj që të durimi në bot kuptimin tim, domethënë me një agent imobiliar, unë do të marr inpute nga agenti imobiliar, që të kuptoj ku është trendi sot, që nxjerr një output profesional. Domethënë këtu mendoj që është një pikë shumë e mirë bashkimi midis të dyja palëve. Inputi që e marr nëpërmjet agentit imobiliar, që e merr arkitekti, domethënë çfarë kërkon klienti sot. Edhe vice versa. Edhe vice versa, patjetër, edhe vice versa. Pra dhe agentët e shitjes duhet të bëjnë konsulta, mendoj unë her pas here, me arkitektët për agentët sot po mundojnë bëjnë dhe arkitektin. Jo, mos e marr dot për edhe ekonomistin dhe juristin. Jo, është realisht shumë e vështirë. Shohim ne ca investitorë që kemi dhe thash janë ato investitorët e rigave dhe njëta skem kudo, për shembull. Riga, ka shumë shtëpi që janë njësoj kudo. E di pse. Ua, un kam parë një çmenduri, do e them. Ka qenë në plazh, domethënë zonën plazhit dhe janë këto shtëpiat që merren, rregullohen pak dhe rishiten. Dhe kishin ngjitur për shumë ke banjo pllaka sipër pllakave. E ke parasysh dhe kjo ishte çmenduri kur e kemi parë. Po sepse e di çdo thotë të heqësh pllakat ekzistuese? Kjo është e di, po kjo është vërtet i vjerë stresën godinës etj. Kështu. E kuptoj, po domethënë është një deal që ndoshta kanë bërë të dy zotrin bashkë. Shumë e rëndësishme të ndahet. Ai shkreti dy rrezik se di fare. Është deal, është deal. Pllakat sipër pllakave thua. Shiko, realizohet apo ka të tjera parametra, duhet blesh një 3-4 materiale të tanishme që po nuk është e drejtë, kjo është gjëja. Fjalë nuk është e drejtë. Dhe për ne që do e shesim atë shtëpinë që nuk është fair. Nuk ta bën zemra ta shesësh atë shtëpinë. Të ra pllaka. Jo, po ne po shifshim fjalë. Është një shtëpi që ti gjatë që kur unë ta kam shitur ty shtëpi, ti thua, okay, unë këto do e rregulloj dhe do e nxjerr prapë shitje. Dhe unë normalisht vi shoh edhe kur gjatë punimeve dhe e shoh procesin. Shiko, unë mendoj që shtëpitë që janë të dedikuara, që do merren do jepen me qira apo do rishiten, nuk kanë emocion për gjithë ato gjërat që folim neve bashkë. Mirë keq, kjo është e vërteta, është thjesht një gjë e ftohtë biznesi dhe varet shumë nga ndërgjegjja e atij që bën këtë proces, të procedurë. Ka ndërgjegje të tipit varja nuk do harxoj unë lek tani dhe po e bëj kështu. Po. Dhe unë mendoj që është shumë shpejt atij personi nuk do të ecë dhe do e skarcoj tregu. Dhe ka pastaj që janë, njerëz të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm që edhe nëse e japin me qira apo dhe e shesin atë gjën, krijon një lloj emri, sepse edhe ne fillimet tona i kemi bërë me rekomandime, rekomandimi me gojë është rekomandimi më i mirë për çdo profesionist. Është vërtet kjo. Dhe nëse janë kaq dritë shkurtër dhe ta mendojnë që e bëjnë një herë dhe e heq apo do bëj ato rigat se varet do t'i bëj, do bëjnë biseda të tilla dhe do njerëzit janë ndërgjegjësuar, gjithë janë ndërgjegjësuar, paraja ka vlerën e vet, tregu është rritur në çmime është bërë. Dhe janë të gjithë, unë them, shumë më të përgjegjshëm për të thënë që unë do bëj një investim, është investim shumë i madh dhe do jetë i duhur. Edhe kuptohet kur është cilësore gjëja. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve, Ita, Jani dhe Grida. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj dhe shumë faleminderit dhe të ftuarve që ishin sot me ne. Dhe kushdo që është interesuar për ta arrenduar shtëpinë, për ta mobiluar, i gjeni shumë thjesht në rrjetet e tyre sociale, në Instagram, TikTok, besoj se jeni të gjinshëm me numra telefoni, Klodiani tek
Concept 01 dhe Ilda tek Dara Architecture. Shumë faleminderit Egrida që e gjeni në Future Home në zyrën e Engjit. Shumë faleminderit gjithëve dhe dëgjojmë në episode tjera. Kënaqësi që ishim këtu.